së arsimit dhe shkencës. Konsideroni se një gjë e tillë duhet bëhej qysh më herët, me qenë se janë vetëm 10 ditë dhe në anën tjetër tashmë kur jemi të hënën nuk kemi një tjetër komunikat mbi atë se çfarë është negociuar dhe cilat janë çmimet dhe me çfarë libra fëmijët duhet të pajisën, nxënësit në përgjithësi. Si e shihni këtë? Fillimisht opinioni duhet ta kuptoj që procesi i furnizimit me tekste mësimore, do thëtë për nivelin e shkolla fillore dhe atyre të mesme të ulta, është një proces i cili subvencionohet nga shteti, siç e dim të gjithë, vetëm sa për rikujtim dhe ky proces edhe në të kaluarën është përcjellur në vazhdimsi me parregullsi të theksuara, është përcjellur edhe me dyshime të bazuara për keqpërdorim të këtyre mjeteve, për do thotë marrje të mitos dhe proces përgjithsisht të korruptuar. Nëse do ta kishim përkthyer këtë komunikat të Ministrisë së Arsimit në gjuhën e jetës reale dhe mënyrës se si funksionojnë ata, kjo i bie që Ministria e Arsimit dhe shtëpitë botuese nuk janë duke u marrë vesh për përqindjet që duhet t'u kthejnë zyrtarëve politik. Pra, këtu kemi të bëjmë me një proces të korruptuar dhe Ministria e Arsimit për t'i vërë shtëpitë botuese në një pozicion të pafavorshëm, ka marrë këtë vendim që ta kompromitoj faktikisht procesin e furnizimit me libra në favor të disa miliona shtesë që është duke i kërkuar prej shtëpive botuese. Dhe shtëpitë botuese tani janë në atë gjendjen e pafavorshme që duhet t'ju përgjigjen kërkesave të zyrtarëve të korruptuar, për shkak ose në të kundërtën ata do të vazhdojnë avazin me shtëpitë e tjera të cilat do t'ju ofrojnë më tepër përqindje. Pra, opinionin e kisha lutur që të mos mashtrohet nga këto deklarata, nga këto fjalë të bukura, kinse ne jemi duke u përkujdesur që të... Pra, realisht, çka sugjeroni ju se duhet bëjnë? Çka sugjeroj? Sepse ne kemi një ftesë nga Ministria përkatëse se duhet të prindrit dhe kujdestarët ligjor dhe gjë të tjera të mos nxitojnë me blerjen e teksteve mësimore. Sepse realisht unë flas nga përvoja edhe personali me familjar të afërm që kam, shpeshherë është bërë telash edhe në momentin kur janë bler libra të më pas është thënë se me këtë shtëpi botuese nuk do të vazhdo, do të kemi një tjetër libër dhe është dashur më pas që shkohet me një libër tjetër ekstra. Pra, konsiderojnë se duhet respektuar kjo thirrje e Ministrisë së Arsimit? Po, definitivisht duhet respektuar, por qytetarit duhet ta kuptoj drejt mesazhin, ju lutem. Mjafton, unë mendoj se mjaftojnë këto vite deri më tash që kemi pasur gjithmonë gjuhë diplomatike duke u shtirur se ne nuk jemi duke e kuptuar. Nëse shoqëria gjë nuk është duke e kuptuar, unë si njës i fushës së arsimit dhe person që me shumë të tjerë që kemi një përvojë në këtë drejtim, e dim që këtu kemi të bëjmë me një marrëveshje në mes të shtëpive botuese dhe Ministrisë së Arsimit dhe si pasojë e faktit që nuk po munden të pajtohen për çmimin e këtyre librave, gjithsesi me përqindjen që do të marrin zyrtarët mbrapa nga fondet e qeverisë, atëherë ata janë duke bërë presion tek shtëpitë botuese. Po, është e vërtetë që edhe në të kaluarën ka pasur thirrje të tilla, mos i bleni librat e kësaj shtëpie botuese, po bleni të tjera. Është mirë që qytetarit ta kuptoj thelbin e politikanëve, është mirë që ta kuptoj që kemi të bëjmë me një shtresë të politikanëve që prioritet vetëm e kanë pasurimin e jashtëligjshëm, përfitimin e miliona eurove nga ky proces, dhe që mirë, ne nuk do të mund t'i ndalim ata se unë si qytetari thjesht nuk mund t'i ndalim, mirë po njëjtat përvojat, njëjtat informata që i kam unë, i ka edhe prokuroria e shtetit, edhe gjykata, por që nuk inicojnë proceset e ulëmtimi dhe që nuk dojnë t'i shohin proceset ashtu si që janë. Ata që do t'a kisha sugjeru të qytetarët, i lërjën i kohë këtyre politikanëve
që këta të mirën vesh me shtëpit botuese, ashtu kështu këta do t'i marrin milionat e vetë, do thotë ju si qytetar nuk do të mund t'i ndalni, asu nuk ka mujtë t'i ndalë, po as ju nuk do të mund t'i ndalni, andaj... Këto janë akuza, zotri. Po janë akuza, po... Osmani, pra... Janë akuza që mendoj se duhet të trajtohet një proces i tillë i korruptuar duhet të trajtohen nga... Sepse realisht keni fakte për gjitha këto që po i thoni, me qenë se kur bëhet një akuzë ka që drejt për drejt në një emision i cili transmetohet... Pa keni ju fakte që i mohani këto? Masi po donë me u bo avokati... Jo, unë nuk jam avokati askujt, unë thjesht po them... Zotri Osmani, të lutem. Ku i keni jo, unë po të regoj që procesi është duke u kompromituar dhe dyshimet e mia janë në këtë drejtim. Andaj unë eftoj dhe prokurorin që të mirët me këto... Ne kuptoj. Me gjithatë, po besoj nuk është as pak identi, referoni moderatori si avokat të dikujt, përderisa unë vetëm thjesht po shtroj një pyetje në rast se keni fakte për akuzat që po nxjerrni. Absolutisht nuk është diçka që nuk do e bënte secili gazetar, pa dosh të bëj avokatin askujt. Pa dosh adhone që ty... Unë për këtë arsye ju kam ftuar që ti diskutojnë gjitha ato. Sigurisht mirë, po... Problematika cila mendoj se ti si gazetar, por edhe të tjerët duhet ta merrni rolin dhe përgjithësinë që ju takon, edhe gjithnjë si qytetarë të Kosovës, mos ju lejojnë politikanëve të tillë që të na shesin, do thotë, do të na shesin dokra dhe të na mendojnë që janë duke na mashtruar. Pikërisht për këtë arsye ne ju kemi ftuar me qenë se ju jeni një ose arsimit, ti sqaroni gjitha këto. Sigurisht. Dhe ajo pyetje që bane që mua më tingëlloi si një avokat, nëse ti e ke konsideruar që kjo është ofendim për ty edhe për mua është ofendim nëse më thu, a ke fakte, unë krejt që ka fola, momentin, jo, nuk keni nevojë ndjeni ofendim.